Mëngjesi I 18 tetorit. Në pjesën jugore të qytetit të përjetshëm, hym përmes rrugës Toskolana. Roma. Qyteti ku reliktet e perandorisë 1000 vjeçare koten si ishuj të një kohe e cila vuri bazat e civilizimit europian. Askund e kaluarja dhe e tashmja nuk shrihen ashtu lehtë njëra në tjetrën dhe përsëri ndahen në mënyrë të pallimshme si këtu. Me shekuj, ky qytet është quajtur Caput Mundi, koka e botës, dhe ka disa orë, varësisht nga ajo se ku momentalisht gjendesh. Kjo e bën Romën të veçantë dhe të papërsëritshme për vizitor. Kalojmë nëpër rrugën Via Appia Nova, që shkon paralelisht me rrugën Via Appia Antica legjendare e njohur për shumë mrekullira, ndër të cilat edhe ajo e Domine Quo Vadis e Shënpjetrit. Dalim në sheshin e Shën Giovanit, ku vërejmë njërën ndër 4 bazilikat me grandioze të Romës. Shën Giovanni Laterano. Këtë bazilik e ngriti perëndori Konstantini, e rënuan vandalet, kurse në vitin 896 e dëmtoi tërmeti, dhe ja pas rindërtimeve të shumta, sot duket kështu. Kjo bazilik ka 5 dyer, e fundit në të djathtë quhet dera e shenjtë që hapet gjatë viteve jubilare. Në këtë bazilik, ruhet trueza për të cilën flitet se në të Shën Pjetri e celebroi meshën në katakombe. Zbresim nga autobusi pranë stacionit qendror të Romës. Përfitojmë rastin të filmojmë një pjesë të murit të qytetit të Romës që u ndërtua në kohën e mbretit Servituli në shekullin e 4 para Krishtit. Përderisa presim të kompletohet grupi e të nisemi në drejtim të kishës Santa Maria Maggiore, me zotëri Anton Sinishtaj, njohës I mirë I Romës, caktojmë disa vende në hartën e Romës që do të ishte mirë të vizitojmë. Kuptohet të gjithë jemi të vetëdijshëm se duhet të respektojmë orarin e marshutës të përcaktuar më parë nga organizatori atë Pater Pashko Gojçaj. Në Exfilin, në shekullin e 4, është ndërtuar ndërtesa sakrale, paraarsja e bazilikës së sotme, dimensionet e së cilës Papa Liberie I shënoi në dëbor, e cila përçudira në verë të vitit 352. Prej nga edhe rrjedh emri I dytë I kësaj bazilik, Shën Maria e Dëborës. Ndërtesën e sotme e ngriti Papa Sixti III. Kuptohet se në përshekuj ndërtesa do të fitojë detaje të reja. Me të hyrë në bazilik, marrim pjesë në meshën shenjte në celebrimin e së cilës marrin pjesë Im Zot Zevgashi dhe etrit franceskan nga Malësia, Pater Pashku dhe Pater Frani.
Këtu e takojmë e zonjën Katarina Marku nga Shkupi, kushrira e nënës Teres. Dukshëm e emocionuar për televizionin Bojnë u shpreh. Kjo ditë e madhe për nënën Tereze dhe për ne, jena gjallë që kena prit këtë ditë. Para kishës Santa Maria Maggiore, takohemi me shtektar shqiptar nga Shqipëria, Kosova, Macedonia dhe diaspora. Ndërkohë, nisemi në drejtim të sheshit të Shënpjetrit, rruga Via Cavour na çon drejt zemrës së Romës së vjetër. Në të djathtë, vërejmë sheshin e Augustit dhe të Trojanit. Autori i këtij dokumentari me kameramanin Luis Dedvukaj dhe me disa shoqërues të tjerë, ndahet nga grupi me qëllim që të xhirojmë sa më shumë kuadro nga qyteti i vjetër i Romës. Në dispozicion kemi vetëm 2 orë. Në sheshin Piazza Venezia, një ndër sheshet më të bukura të Romës, dominon monumenti neoklasik, në kohën e vet i paramenduar si arkitekturë në arkitekturë, altari i dheut dhe përmendorja e Viktor Emanuelit II. Ky monument u ndërtua me rastin e 50 vjetorit të Bashkimit të Italisë. Në të dy anët e këtij monumenti gjenden shatërvanet. Ajo e majta simbolizon detin Adriatik, kurse e djathta detin Tiren. Përpiqemi të filmojmë prej së afërmi, mirë po në gjysmën e shkallave na lusin të lëm kamerën. Mbi shkallat e para gjendet altari i dheut, në të cilin është vendosur varri i ushtarit të panjohur. Çdo burgshteti që viziton Italinë vjen për të vizituar u e vendos kuror. Mbi varrin e ushtarit të panjohur gjendet statuja solemne e hyneshës së Romës. Lart qëndron statuja e Viktor Emanuelit II në kal, mbretit të parë të Italisë së Bashkuar. Nisemi në drejtim të jugut nga Piazza Venezia. Në të majt shihet tregu dhe shtylla e Trojanit. Kurse në anën e djathtë sheshi romak i vendosur në lugin në mes të 3 kodrinave, Palatinit, Kapitolit, njërës ndër 7 kodrinat i Romës, më e vogla por më e famshme, dhe Eksfilinit. Sheshi romak ka qenë qendra laike, fetare dhe tregtare e qytetit. Aty prore njëra pranë tjetrës gjendet ndërtesa e kurisë romake që ishte selia e senatit romak. Reliktet e Bazilikës Emilia, ndërtuar në shekullin e 2 para Krishtit, tempulli i Antoninit dhe i Faustinës, tempulli i Saturnit, tempulli i Kastorit dhe i Poluksit, porta triumfale e Septimie Severit, Via Sacra ose rruga e Shenjtë, Bazilika Julia e monumente të tjera nga Roma e vjetër. Para se të mbërrim të Koloseumi, në këtë mur që gjendet në Via dei Fori Imperiali, janë paraqitur hartat nga kohrat e ndryshme të zhvillimit të Romës. Kështu perëndori aktual, qytetarëve të Romës u tregonte kufit e perëndorisë. Në njërin prej tyre lexojmë emrin Iliria. Ky është Koloseumi, objekti më grandios i ndërtuar në Romën e vjetër. Punimet në tej ka filluar në vitin 72 pas Krishtit mbreti Vespasiani, kurse inaugurimin për opinion e bën i biri i Titi në vitin 80 pas kthimit triumfal nga Palestina. Në Koloseum, përkatësisht amfiteatër, janë organizuar shfaqje si munera ose luftrat e gladiatorëve, atëherë venaciones apo gjaku në kafshë të egra, mandje edhe shfaqjet e luftrave detare të njohura nga historia e ushtrisë romake. Kapaciteti i këtij amfiteatrit ka qenë 50.000 shikues. Jo larg Koloseumit gjendet porta triumfale e perëndorit Konstantin, e ndërtuar në vitin 315 pas Krishtit, sipas vendimit të senatit dhe të popullit romak, e përnder të 10 vjetorit të ardhjes në fron dhe fitores ndaj Maksencijes. Përndryshe, kjo njëherë është porta më e madhe triumfale e ndërtuar në Rom. Në veri të Koloseumit i vrejmë reliktet e tempullit të hyneshave Venerës dhe Romës. Sërish thehemi në Piaccën Venezia me dëshirë që të shkojmë tek Fontana di Trevi. Ky sheshe merr emrin në bazë të Pallatit Venediku, që më parë ishte ambasada e Venedikut. Në të ndodhej edhe selia e qeverisë së Mussolinit, kurse prej vitit 1944 në të gjendet Muzeumi i Pallatës së Venedikut. Në fillim të rrugës Via del Corso, në bashkë të një restoranti, takojmë bashkëvendasin ton nga diaspora, zotëri Anton Gjokaj, edhe pse jemi në ngutje
së saj në këtë bazilik. Fugurja e Zoës së Shkodrës, Zoës së Këshillit të Mirë, e cila i këshilloi të parët tanë, u larguan nga Shkodra në mënyrë të mrekullueshme, e bartur nga engjëjt dhe e përcjellur nga shkodranët në fillim të natës 500 vjeçare aziate. Lezenda shqiptare e largimit dhe ajo italiane e ardhjes së fugurës në Gjenecano përputhen plotësisht. Në Muzeumin e Kishës filmojmë dhe këmbanën e cila atë ditë të 25 prillit të vitit 1467 filloi të bjerë vetë dhe i detyroi gjenecanasit të tubohen në kishë dhe kështu të vërej në murin e kishës së tyre, aty ku gjendet edhe sot fugurën e Zoës. Në këtë bazilik filmojmë dhe reliktin e të lumit Stefano Balesinit. Mëngjesi i 19 tetorit, heret më rrim në Romë, por takimi ynë sot me Romën është disi ndryshe. Derisa kalojmë në përurën Umberto në drejtim të sheshit të Shën Pjetrit, emocionet bëjnë që të ndjejmë veten sot si të ftuar të këtij qyteti të madh në këtë kremte të madhe. Dhe nuk është befasi. 2000 vite e kemi pritur këtë ditë. Të shpallurit e nënës Teresë të lume në meshën e beatifikimit të celebruar nga Ati Shenjtë Papa Gjon Pali II, në prezencën e qindra mijëra besimtarëve nga pothuajse të gjitha vendet e botës, në mesin e të cilëve ishin afro 40.000 shqiptar, paraqet njëherë edhe kulmin e vitit të shenjtë, të shpallur për shqiptarët nga vetë Papa me rastin e jubileut të 300 vjetorit të Kuvendit të Arbërit. Të çuditshme janë rrugët e Zotit. Fotoportreti i Sonës Gonxhe Bojaxhiu, të lumes në interes të botës, në murin e bazilikës së Shën Pjetrit, përballë të lamurit të kastriotëve, njëri prej të cilëve, Gjergji, për 40 vjet do të mbrojë kulturën, fenë dhe civilizimin europian. Me gjak jam shqiptare, me nënshtetësi indiane. Për sa i përket besimit, jam murgesh katolike, sipas thirrjes i përkas botës, por zemra ime i përket plotësisht zemrës së Krishtit. Nën Terezës me shtatim cak, por me besim shkëmbor të patundur, ju besua misioni të kuptonte dashurinë e etur të Jezusit për njerëzimin, veçanërisht për më të varfrit ndër të varfër. Hyjvi jon ta doj botën dhe na dërgon ty e mua për të shprehur të varfëre dashurinë dhe mëshirën e tij. Në shpirtin e saj, përplot me dritën e Krishtit e me dashuri të zjarrt për të, kishte një dëshirë të vetme, të shuante etjen e dashurisë së tij për shpirtrat njerëzor. Kjo lejmtare e ndritur e dashurisë së Zotit lindi me 26 gusht të vitit 1910 në Shkup, qyteti vendosur në ukryq të historisë së Ballkanit. Me e vogla e 5 fëmijëve të Nikolle Drane Bojaxhiut, u pakzua me emrin Gonxhe Anjeze, mori kungimin e parë në moshën 5 vjeç e gjysmë e u kresmua në nëntor të vitit 1916. Që ditën e kungimit të parë ndjeu në zemër një dashuri të thellë për shpirtrat njerëzor.
me vdekjen e papritur të babait, nëse Anjeza nuk i kishte mbushur ende 8 vjet, për familjen filluan vështirësi ekonomike. Drania, grua burnesh, i rriti fëmijët plot dashuri, duke ndikuar shumë në karakterin dhe rrugën e jetës që do të zillte e bija. Me pas formimi fetar i Gonxhes, u thelluan në famullinë e zemrës së Krishtit në drejtimin e jezuitëve, nësa merrte pjesë zgjavurisht ndër të gjitha veprimtaritë. Në moshën 18 vjeçare, e shtyrë nga dëshira për të bërë misionare, në shtator të vitit 1928, Gonxhia i tha lamtumir shtëpisë atrore për të hyrë në institutin e Selume Zoj, që njihej ndryshe me emrin Motrat e Loretos në Irland. Atje mori emrin Motër Mari Tereza për nder të Shën Terezës së Krishtit Fëmijë. Në dhjetor u nis për në Indi. Në Kalkut arrin me 6 janar të vitit 1929 dhe pasi bëri kushtet e përkohshme në maj të vitit 1931, Motër Tereza u dërgua në bashkinë e Loretos në Antali, ku la mësim në shkollën Shën Maria për vajza. Në 24 maj të vitit 1937, Motër Tereza paraqiti kushtet e përjetshme, duke u bërë, siç tha ajo vet, Vashe e Jezusit për amshim. Që nga ajo ditë e tutje u quajt Nën Tereza. Vazhdoi të jepte mësim në Shën Maria dhe në 1944 u emërua drejtoresh e shkollës. Grua që ja kishte kushtuar jetën lutjes, që i donte fort motrat dhe nxënësit e saj, Nën Tereza jetoi lumtur në Loreto për 20 vjet me radhë. E njohur për zemërgjërsi, bujari, guxim, aftësi të posaçme në kryerjen e punëve më të rënda dhe për talent të natyrshëm organizativ, ajo e jetoi për kushtimin e saj ndaj Jezusit, ndërmjet motrave me besnikëri dhe gëzim. Me 10 dhjetor të vitit 1946, gjatë udhëtimit me tren nga Kalkuta në Darjeeling për ushtrime shpirtërore vjetore, Nëna Tereza ndjeu frymëzimin e ri, thirrjen brenda thirrjes. Atë ditë, si e qysh ajo nuk e tregoi kurrë, etja e Krishtit për dashuri e për shpirtrat njerëzor e pushtoi zemrën e saj dhe dëshira e flakt për të shuar etjen e Zotit u bë qëllimi kryesor i jetës. Në javët dhe muajt e mëpasëm, ajo nisi të dëgjonte një zë, që i fliste shpirtit të saj e të shihte vegime. Krishti zbulonte kështu dëshirën e zemrës së tij, ndaj njerëzve që duke u flijuar për dashurinë, do të rrezatonin dashurinë e tij ndër shpirtra. Eja të jesh drita ime, ju lut, nuk mund të shkoj vetëm. E i tregoj se vuante duke parë mos përfillen ndaj të varfërve, sa i dhimbte kur mendonte se ata nuk e njihnin e sa dashuri të zjarrt kishte për ta. Jezusi kërkoi Nën Terezës të themelonte një bashkësi rregulltare, misionarit e bamirësisë, që do t'i kushtoheshin shërbimit ndaj me të varfërve ndërmjet të varfërve. Kaluan rreth 2 vjet arsyetimesh e verifikimesh, para se Nën Tereza të merrte lehen për fillimin e misionit të saj të ri. Me 17 gusht të vitit 1948, veshi për herë të parë sarin e baru me anët blu dhe lapa shpinë e kanxelat e kuvendit të Loretos, të cilin e donte aq shumë për të hyrë në botën e të varfërve. Pas një kursi të shkurtër pranë motrave mjeke misionare në Patna, Nën Tereza u kthye rishtas në Kalkut, ku gjeti një strehë të përkohshme pranë motrave të vogla të varfërve. Me 21 vjetor, shkeli për herë të parë në lagjet e të varfërve. Vizitoi familje, u lau plagët disa fëmijëve, u kujdesua për një plagë që derdhej në rrugë të madhe dhe për një grua që po vdiste nga uria e nga tuberkulozi. E niste ditën me Jezusin e Eukaristi, pastaj me ruzaren në duar dilte për t'i zgjetur dhe për t'u shërbyer atyre që janë të braktisur, të padashur, të papërkujdesur. Disa muaj më vonë, me të u bashkuan njëra pas tjetrës disa nga ish nxënësit e saj. Me 7 tetor të vitit 1950, kryedioceza e Kalkutës njihte zyrtarisht kongregatën e re të misionarëve të bamirësisë. Në muajt e parë të vitit 1960, Nën Tereza filloi të dërgonte motrat e saj në 4 anët e Indisë. E drejta papnore lëshuar kongregatës nga Papa Pali VI në shkurt të vitit 1965, i dha zemër të hapte një shtëpi misionare në Venezuelë. Me njëherë pasaj u themeluan shtëpi të tjera në Rom e në Tanzani dhe pak më vonë në të gjitha kontinentet. Duke filluar nga viti 1980 deri në vitin 1990, Nën Tereza hapi shtëpi misioni pothuaj në të gjitha vendet komuniste, duke përfshirë ish-bashkimin sovjetik, Shqipërinë dhe Kubën. Për t'ju përgjigjur sa më mirë si nevojave fizike ashtu dhe atyre shpirtërore të varfërve,
Nën Tereza me 1963 themeloi vëllezërit misionar të bamirësisë. Me 1976 degën kundruese të motrave. Me 1979 vëllezërit kundrues dhe me 1984 etrit misionar të bamirësisë. Gjithsesi frymëzimi i saj nuk u kufizua vetëm në njerëzit e thirrur për jetën rregultare. Organizoi bashkëpunëtorët e nënës Terezë dhe bashkëpunëtorët e semur dhe të munduar, njerëz të feve e të komsive të ndryshme, me të cilët u bën një në lutje, thjeshtësi, flim dhe në apostulimin e saj që shprehej me vepra të përvojtura bamirësie. Kjo frymë e shtyn të themelonte me pas misionare shekullar të bamirësisë, duke u përgjigjur kërkesës së shumë meshtarëve. Me 1991, nën Tereza themeloi dhe lëvizjen e korpit të Krishtit për meshtar, si rrugë e vogël që i çon në shetrim ata të cilët ishin një mendje me karizmën dhe me shpirtin e saj. Gjatë këtyre viteve, nësa misioni i saj përhapej me të shpejtë, bota filloi t'ia ngulte syt nën Terezë dhe veprës që ajo kishte nisur. Meritoi shumë çmime për veprën e saj, duke filluar nga çmimi Indian Padmashri në vitin 1962 për të vijuar me çmimin e rëndësishëm Nobel për paqe në vitin 1979. Ndërsa mjetet e informimit filluan të ndisnin veprimtaritë e saj me interes gjithnjë më të madh. Si çmimet, ashtu edhe gjithçka që e vinte në qendër të vëmendjes, i pranoi për lavdinë e Zotit e në emër të varfërve. Gjithë jeta dhe vepra e nën Terezë është dëshmi e gëzimit që buron nga dashuria, e madhështisë dhe dinjitetit të çdo njeriu, e vlerës së gjërave të vogla të bëra me besnikëri e me dashuri, e sidomos e vlerës së pakrahasueshme të miqësisë me Zotin. Por duhet theksuar dhe një virtyt tjetër heroik i kësaj gruaje të madhe, i cili u bën njohur vetëm pas vdekjes së saj, e fshehur nga sytë të gjithëve, e fshehur deri nga ata që i qëndruan më pranë, jeta e saj e mrenshme u vu në provë. Pati përshtypjen e llimshme e të vazhdueshme se ishte ndarë nga Zoti, mandje se ai e kishte braktisur, ndërsa në shpirt i rritej gjithnjë më tepër dëshira për ta pasur pranë. Atë që po provonte e quajti errësirë, nata e llimshme e shpirtit të saj, e cila nisi në kohën kur sapo kishte filluar apostulimin në mes të varfërve, e që vijoi gjatë gjithë jetës. Kjo e çoi nën Terezë në një bashkim edhe më të thellë me Zotin. Përmes errësirës mori pjesë mistikisht në etjen e Krishtit, në dëshirën e tij të llimshme e të zjarrt për dashuri, duke u njësuar me mjerimin e të varfërve. Gjatë viteve të fundit të jetës, pa marrë parasysh problemet e shumta e serioze shëndetësore, nën Tereza vijoi t'i pritte kongregatës së saj dhe t'u përgjigjej nevojave të varfërve e të kishës. Në vitin 1997, nën Tereza kishte 4.000 motra të pranishme në 610 shtëpi misionare të përhapura në 123 vende të botës. Në mars të vitit 1997, bekoi e prorën e re të përgjithshme, të sapo zgjedhur të misionarëve të bamirësisë e bën jo një udhtim jashtë shtetit. Si pati takuar Papën Gjon Paulin e dytë për të mbramën herë, u rikthye në Kalkut, ku kaloi javët e fundit të jetës, duke pritur vizitor e duke u dhënë këshilla si motrave. Me 5 shtator të vitit 1997, jeta toksore e nën Terezë arriti cakun e fundit. Shumë shpejt, varri i saj u bën cak shtektimi e lutje për njerëz të besimeve të ndryshme, për të varfër e për të pasur pa kurfar dallimi. Nën Tereza na la testamentin e fesë të patundur, të shpresës së pamposhtur e të bamirësisë së jashtëzakonshme, duke u përgjigjur thirrjes së Jezusit: "Eja të jesh drita ime", u bë misionare e bamirësisë, nën e të varfërve, simboli mëshirës për mbar botën e dëshmitare e gjallë e dashurisë së ecshme të Zotit. Më pak se 2 vjet pas vdekjes, për shkak të përhapjes së famës së shenjtërisë dhe hireve të nxjerra me ndërmjetësimin e saj, Papa Gjon Pauli II
dizajn modern. Me nënën Teres frymëzohet qysh në rinin e tij. Në vitin 1979 ja kushton poezinë Larg meje e me ty, që është e botuar në fund të këtij libri. Ja disa vargje nga kjo poezi. Më fal që unë vëllau yt
Në ora 20 marrin pjesë në spektaklin me fishek zjarr për nder të 25 vjetorit të pontifikatit të Papës Gjon Pali II. Spektaklin e përcjellin notat e meshës për paqë. Herë pas here dëgjohen brohoritjet, rnoft Papa, në gjuhën shqipe, por edhe në shumë gjuhë tjera. Pra nesh gjenden grupet nga Spanja dhe Bielorusia. Gjithë këtë spektakl mashtor e përcjell ati shejt Papa Gjon Pali II nga dritarja e kabinetit punues, i cili në fund ju falenderua të pranishmëve dhe qytetit të tij të dashur Romës. Dita e 20 tetorit, ditë e kthimit. Në orët e pasdites mbrrim në Bari, porta e 4 italiane sipas madhësisë, por i njohur në mënyrë të veçantë për kishën e Shënkollit. Në njërin nga sheshet e Barit flasim me disa nga mërgjimtarët tonë, që erdhën nga diaspora me qëllim që t'i bashkangjiten grupit të shtektarëve të dioqezës së Tivarit. Përfituam rastin dhe zhvilluam bisedë me Dot Nikol Micakaj dhe Kol Gjergji Gjokaj nga Detroiti dhe Nik Luc Gjokaj nga New Yorku. Ndërkaq, për shkak të pengesave teknike gjatë incizimit të zënit, bisedat e zhvilluara s'mund t'i japim të plota për çka u kërkojmë ndjes bashkëbiseduesve tonë. Megjithatë, për hir të korreksisë, ndaj tyre po japim disa shkëputje të cilat ka arritur t'i regjistroj teknika e që kanë të bëjnë me prononcimin e tyre për mbresat me rastin e beatifikimit të nënës Teresë, simbolit të dashurisë dhe të llimshmërisë për botën. Gjithë grupit që keme edhe pe Amerikët, por shumica kjen kësaj të nga rrëthina e Malëzisë, si edhe pe Tivarit, Ulqinit e rrëthinës Malëzi. Për këtë rrugë vetë ki muda me kumet shumë, por ki muda edhe me kënë i shpesun e shkollëtar, veç për çka kem pa, e rastin që kem pa, kem kalua një kohë që s'muj kush i me përgojua, s'muj kush i me kur i pa, nuk i mu bje kjo gjonë, çka kem pa e kem përjetua. Sparit, fajlen roj, zotni Patër Pashkun, fratin e Jetusit, i cili në vlavën, organizatori ke i rep për këtë gjanë, se këtu a lyp dije, a lyp të kohë, a lyp të holla me i shpenzua. Falenderoj me zemër në organizata e Zoti ja pagoh me tanët mirat që i ka me tokën. S'dytit, ky kje grupi numër 1, se më kënë ka 52 vetë në autobusa. Grupin numër 2, falenderoj Patër Franin Dushaj, i cili kjeme ne kalu me shumë shkëllqyshim me ta.
grupi numër 3, që Monsignor Zef Gashi u peshkuj t'i vajt, me motra edhe krejt maqësorë që kjenë në atë autobus, kalume shumë mirë, falenderoj me zemër Monsignor Zef Gashin. Falenderoj gjithë juve. Dëshiroj që të përcjellim mesazhin e nanës tonë, Tereze, të cilën dhe Papa Gjon Pali i dytë e shpalli të lume. Edhe një herë ju falenderoj për kohën tuaj dhe ju dëshiroj sukses në punën tuaj. Morën me të vërtet bashk lidhen krejt situatën, por për mu ka një kënaqësi e madhe. Kisha e shën